realiteti që e jetojmë na flet se pak jemi vërtet duke i zbatu këto porositë të Kur'anit dhe të Sunetit pejgamberit alayhis salam në jetën tonë, edhe personale, edhe familjare, e sidomos shoqërore. Dhe prandaj po them me raste kemi që të bëjmë të habitesh e që ndoshta kemi edhe si raste, edhe këtë banale. Tani para se me ardhur në xhumë isha duke bisedu me dy prindër, të cilët fletin se kanë qenë në pazar, në treg. Edhe vajza e tyre e cila i ka 3 vite. E humbër thamë me një fjallë një banane dhe masi e kryte atë banë, unë s'po ka ku me gjumë. Ju drejtu ati ishki thallë, qka të dojme këte, ku ta lo? S'po dojme me herë. Po s'kare ku mu të lavet për fatë keqë edhe në këtë aspekt, në aspekt i institucionet tona zyrtare, nuk e kanë kriju ambientin e shëndosh, nuk e kanë kriju edhe aspektin e infrastrukturës, që ta kemi vërtet mundësin se ku të herë, edhe pse edhe kur po e kemi një mos ju e vogël nuk po e bën, por jashtë se vërtet nuk e kemi gjenin si duhet në këtë aspekt. Çka të bëj aq? Edhe aqja mashallah. O tha mashallah, sa vajza e dukune që qenë, ama ka aq, e mund të vesh e gjutë. Sa vajza e dukune që qenë, e gjutë para fëmisë. Domthon e shef, edhe vetë po e din se nuk duhet me për atë, edhe në sy këtë dynjas, mitis tregun, e mund të vesh e vogël kështu. E mos lasëm sa raste na i shojë të në përru. Sa raste i hasëm atë vetëm hanë në kërë, kështu me radhë, hapë e dritarën herë, gjujë, është diçka shpenduri, po them, në aspektin tonë kulturës islame, në aspektin e etikës islame, kjo është shpenduri. Po a thu kush me bën këte? A thu pse është kjo gjendje dhe kjo realitet që e kemi ka shtëhirur që, po them, kjo ka të bënë edhe me imanin tonë, ka të bënë edhe me ahlakun, me etikën tonë. Ka bënë me një realitet që vërtet, po them, është çudi, si ka mundësi dha që ne deri në këtë shkallë, mos me qenë të menqër dhe këtyre gjëra të cilat në esencë, po them se vërtet kanë bojnë me esencën e kulturës e muslimanit edhe muslimanes.